وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allahun e madhreshëm e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falë dhe zëm kërkojmë, dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Dërun vëllazër, në ligjëratën e kaluar kemi sqaruar ajetin e 57 të surës Kehf, në cilin Allah i madhreshëm na njofton me zullumçarët më të mëdhej që gjenden në këtë botë. Duke treguar pastaj Allah i madhreshëm se shkak i zullumit që e kanë bërë, e kanë meritu edhe vullosjen e zemrave të tyre, e pastaj ato sado që ndëgjojnë këshilla, sado që ndëgjojnë ajete, hadithe, ato nuk depërtojnë në zemrat e tyre dhe nuk i bajnë dobi, sado që të tjerët i këshillojnë, nga se zemrat e tyre janë vullos nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Allah pasi që e përmend këtë ajet, po e themi friksues, Allah më njëherë në ajetin e 58 e përmend një ajet inkurajues. Nga se është metodologji kuranore që Allah kur t'i përmend ajetet inkurajuese i përmend pastaj ajetet kërcënuese, ose kur të përmend Allahu ndëshkime, më njëherë pastaj përmend edhe shpërblime. Pra kjo është metodologji kuranore që Allahu i ka përmend në Kur'an. Allahu po thot në ajetin e 58 të surës Al-Kahf, wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma. Pra sikurse dëshiron me dhënë një përgjigje ndaj atyre njerëzve që mund të thonë, pra këta njerëz pasi që Allah ja pas ka vulluar zemrat e tyre, dhe ma nuk pas ka shpresë se mundën me udhëzu, pse Allahu nuk po i dënon? Apo bëjnë zullum? Po. Pse Allahu nuk po i dënon me ja përshpejtu dënimin? Allahu tash në këtë ajet po na tregon duke na thonë wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma. Dije se Zoti yt është falës i madh, i fal njerëzit shumë. Dije se Zoti i ambulon njerëzit mëkatet dhe tmetat që i kanë, nuk i turpron këtë botë. Ka se është edhe mëshirues i madh. Wa rahmeti wasi'at kulla shay, ka thënë Allah i madhreshëm. Mëshira ime ka përfshi çdo send. Pra Allahu pramënon prej Nuhut alayhis salam sa njeri ka ekzistuar, sa shpifsi ndaj Allahut ka qëndruar në këtë tokë. Pra sa njeri ka ofendu Allahun, ka shpif ndaj tij, është tregu mendje madh dhe arrogant ndaj tij, prapse Allahu e ka mëshiruar këtë botë, nuk e ka dënuar këtë botë. I ka dhënë me pi, i ka dhënë me hangër, i ka dhënë shëndet, i ka dhënë pasuri, pse nga se Allahu është i mëshirshëm. Pra Allahu në këtë botë e mëshiron si të mirën si të keqen. Pra në këtë botë Allahu i jep të mira si të mirën si të keqen. Mirë, por në botën tjetër mëshira do të ekziston vetëm për ata të cilët e kanë besu Allahun dhe e kanë dëgjuar. Ndërsa për ata të cilët kanë qenë këtë botë, kur e lartë, kanë qenë mendje mëdhej, pa besimtar, shpirt ndaj Zotit, por të nuk do të ketë në botën tjetër mëshirë, po do të ketë vetëm dënim dhe azab. Për këtë arsye, Allahu po thot wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma. Dije se Zoti yt është falës i madh dhe është mëshirues i madh. Për me tregu mëshirën e tij po e marr vetëm një shembull. Pramënë faraoni ka qenë prej njerëzve më të këqij që një historia islame. Saqë vetëm për një ëndër që ka pa, sa fëmijën e ka mbyt, e ka prej për zgjallë. Sa që atë shumë e ka tepruar zullume, pa drejtësi, sa që i ka thonë edhe vetës Zot. Pra i ka thonë, unë jam Zoti juv. Dhe Allahu kur për urdhëron Musajn dhe Harunin alayhim assalam me shku të faraoni për me thirrë në islam, çka po i thot Allahu? Idhhaba ila Firaun innahu tagha. Shkoni te faraoni sepse e ka tepruar shumë. E ka tepruar shumë çdo aspekt. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mirë, po kur të shkoni të bisedoni me ata këshillane, falni fjalë të buta, të lehta, të mira, se ndoshta i zbutet zemra o Zot dhe i ka frikë vetëm Allahut. Pramne, Allahu po i thot fali mirë, se ndoshta o Zot një njeri që ka bërë zullume jashtëzakonisht mëdha. Dhe i ka thonë vetë Zot, pra kjo e mëshira e Zotit. Saqë në fund të jetës faraonit, kur e sheh dallgët e ditës janë duke e ra dhe duke vdek, duke e mbyt,
Faraoni e shqipton shahadetin, thot po e besoj tash Zotin e Ben Israilve. Gjibrili, kur ta ndëgjon këtë fjalë nga faraoni, shkon dhe ja mbush gojën e tij me lloç, nga frika e madhe se mos po e thotë edhe një herë shahadetin, e Allahu është falës dhe mëshirues i madh dhe ka mundësi me ja pranu pendimin. E ky sa zullumin e ka bën. Pra Allah e ka mëshirën e madhe. Po e bi vetëm një shembull për ta treguar se sa i mëshirshëm Allahu. Dhe sa dëshiron Allahu me na pa neve në xhenet. Sa dëshiron Allahu neve me na shpërbly dhe jo me na dënu. Pra mëna njeriu, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeriu kur dëshiron me bën të mirë, po s'mundet me bë, Allah ja shkruan sikurse me bën të mirë. E në qovë se e ban jetë me bën të mirë, edhe e ban, Allah ja shumëfishon, prej 10 fish deri mbi 700 fish, varësisht prej njetit edhe mënyrës që ka bën punë. Pra mëne, të një po e ban, Allah po ta shkruan sikurse me bën 700 herë. Mëshira e Allahut është e madhe, po ta zmadhon veprën. Por nga ana tjetër kjo nuk ndodh me të keqen. Në qovë se e ban jetë me bën të keqe, se e ban, shkruhet hiç. Po në qovë se e ban jetë me bën të keqe, edhe e ban, shkruhet vetëm një. Pra te e mira, po të shumë fishuat, te e keqja, po të shkruhet qatë sa e ke ban. Por para mëne ta nxjerrun vllazën, Allahu edhe pse po na i shumë fishon veprat e mira, e po na le qatë sa i kemi bën të këqijat, prapse prap kur të ringjall me të matën veprat tona, do të kemi vepra të këqija më shumë sa të mira. Subhanallah. Shiko se sa njeriu është i pakujdesshëm. Sa njeriu nuk e vlerëson mëshirën e madhe që ka Zoti. Po ti shumë fishon të mirat, këqijat po t'i lësoj ke vepru, prapse prap në botën tjetër kur të matën veprat, ndoshta të këqijat do t'jenë më shumë se sa të mirat. Subhanallah. Prandaj njeriu sa është në këtë botë ndër vllazën, duhet me ra vetet mas. Duhet mi shfrytzu këtë mundësi që Allah na ka dhënë në mënyrë që ashtu siç na ka mëshiruar këtë botë, na mëshiron edhe në botën tjetër duke na fut në xhenet, e padyshim se në xhenet futet njeriu me mëshirën e Allahut. Pastaj Allah po thotë: "Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab." Apo thoni, pse Zoti s'po i dënon ata? A pas ka vëlo zemrat, apo bojnë zullum, pse Zoti s'po i dënon? Allah po thotë, sikur ti dënonte njerëzit për shkak të veprimeve që i bajnë, kish mja për shpejtu dënimin. Mirë, po dënimi i Zotit nuk është i ndërlidhur me veprën tonë, është i ndërlidhur me urtësinë e tij. Pra Allahu e din kohën e përshtatshme se kur do të më dënu dikën. Pra nuk e kalon Allahu dënimin më njëherë me vepër, se ta bësh më dënu. Ka se kështu nuk kish më met asnjë krijesë në tokë. Krejt kish më dënu Allahu. Ka se këtë jemi gabimtar. Pra më po ta dënon të Omerin, në momentin kur e shfaqi armiqsinë ndaj pejgamberit alayhis salam dhe që shkoi me mbyt. Ku do të shto Omeri tash? Ka do ta marrësh me shembull na për besimtar të mirë. Pejgamberi alayhis salam dënon vllazën para mëne, kur i than shokët, sahab, ja Rasulullah, ud'u ala al-mushrikin, o i dërguar me Zotit, lotu kundër mushrikëve. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Inni lam ub'ath la'anan inma bu'ithtu rahma. Tha nuk jam dërguar si mallkues, por jam dërguar si mëshirues. Jam dërguar si mëshirues, qëllimi jam nuk është mi pa njerëz të keq. Qëllimi jam është mi pa njerëz të udhëzuar dhe mirë. Por këta kur ardh me leku i kodrav dhe i tha vetëm një fjalë, thuaj Muhammed, dhe këto dy kodra i baj bashk. Dhe mo gjithë ata që gjenden mes tyre dy kodrave do të vdesin. Pejgamberi alayhis salam çka i tha? Tha jo, se ndoshta prej pasardhësve të tyre, prej fëmijëve të tyre do të ketë njerëz të cilët do ta besojnë Allahun dhe nuk do t'i bëjnë atij shok. Jo prej tyre, por prej fëmijëve të tyre. Dhe kështu ndodhet para mëne. Djali e Abu Xhali armiku më i madh i pejgamberit alayhis salam, djali i tij ishte prej sahabëve më të mëdhenj të pejgamberit alayhis salam, Ikrime ibn Abi Jahl. Po sahabi ndershëm. Pra mëne po ti dënon ata, ku do të ishte Ikrimi asaj? Prandaj dënon vllazën, dënimi i Zotit nuk ndërlidhet me veprën, nuk ndërlidhet me ne se ç'sh mendojmë. Mirë, po dënimi i Zotit është i ndërlidhur me urtësinë e tij. Pra Allah nuk bën veprime shkeleshka. Allahu e din pse e vonon dënimin e dikujt. Allahu e din pse e përshpejton dënimin e dikujt. Pra, dhe ky dënim është i ndërlidhur me urtësinë e tij që padyshim se Allahu çdo veprim që e bën ka urtësi të caktuar që ne ndoshta nuk i dim. Pastaj Allahu po thot: "Bel lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila." Por për këta njerëz, për zullumçart, e kanë një afat të caktuar. E kanë një termin të caktuar ku Allahu do t'i dënoj dhe nuk kanë kam ia marr. Pra dhe jo, edhe pse jo keni thonë këtë botë, pse Zoti s'po i dënon, shikoni se çysh po i mbysin fëmijët e muslimanëve të vegjël, gra e burra, pleq, e plaka, të pafajshëm. Ku është Zoti që s'po i dënon?
e nganjëherë fusin dyshime te musliman se a ka Zot ajo, pse s'po i ndihmon robërve të tij. Mirë, po këtë dyshim e fusin tek ai njeri që nuk e ka bindjen e fortë në ahiretin, nga se ne që e besojmë botën tjetër e dim se Allahu disa njerëz i afatizon për me i dënu në botën tjetër, ku ai dënim nuk krahasohet me këtë botë. E Allahu na mundsofshë se cilën zullumçar që është duke i bën dëm besimtarëve musliman fëmijë e pleq, Allahu na mundsoj ta shikojmë botën tjetër duke e dënu në formën më të mëshme dhe më të keqe. Prandaj Allahu po thotë, e ka një afat të caktuar që është i ndërlidhur ky afat me urtësinë e Zotit, ku Allahu do t'i ndënoj, do t'i ndëshkoj dhe nuk kanë kam e ik, nuk kanë kam e amajt, nuk kanë ndërmjetësues të cilët do t'i shpëtojnë për dënimin e Zotit. Do ta kenë vetëm veprën e tyre, e cila padyshim që është e keqe. Pastaj Allahu po thotë: "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahliki maw'ida." Po ka disa vendbanime, disa qytete, të cilët Allahu i ka përshpejtuar dënimin në këtë botë, i ka shkatruar atëherë kur e kanë tepruar zullum, e kanë tepruar kufër, e kanë tepruar inat, hipokrizi, narmitsi ndaj pejgamberit, ndaj besimit të Allahut, atëherë Allahu i ka shkatruar çet afat që Zoti e ka ndërlidh me urtësinë e tij prap. Po tham, Allahu dënimin e ka lidh me urtësi. Kështu që kjo urtësi nganjëherë është më mirë të përshpejtohet në këtë botë, nganjëherë është më mirë që të vonohet për botën tjetër. Por Allahu e din. Prandaj disa popull Allahu i ka lënë si mësim për neve që me morë mësim dhe i ka dënuar këtë botë, siç ka qenë populli i Nuhut alayhis salam. Ku Allahu dërgoi tufan dhe i shkatroi. Populli i Hudit, i Salihut, populli i Lutit ku Allah i përmbysi e kështu me radhë. Pra ka disa popull Allah i ka ndëshkuar këtë botë, ja ka përshpejtuar dënimin. Mirë, po ky përshpejtim ka qenë i ndërlidhur me urtësinë e Zotit. Po ka disa zullumçar e disa popull që Allahu ja ruan dënimin në botën tjetër dhe pikërisht ka urtësi të caktuar sepse Allahu ja vonon dënimin edhe disa njerëzve. Prandaj ajo që ja vlen të kuptohen nga këto dy ajete është se Allahu e ka mëshirën e madhe, Allahu është falës i madh, Allahu e din kur me dënu dikan, Allahu e din pse e afatizon dikan, Allahu e din pse i jep kohë dikujt më shumë për më pendu, Allahu e din se pse dikujt më harroi dënimin në botën tjetër, e dikujt më ja përshpejton këtë botë, mirë po e jona është që të mirëm me veprimet tona, me atë që Zoti ka kërkuar prej neve, e jo me veprimet e Zotit, sepse Zoti nuk po e bën këtë, e pse po e bën ata, nga se Allahu është i urtë dhe Allahu e din se çka me vepru. Dhe Allahu kur dëshiron me bën diçka, kur dëshiron me shkatërru dikan, nuk ka pengus ndaj tij. Pra mjafton të thotë bëho dhe ajo më njëherë bëhet. Mjafton tek Zoti një kërkim falje, më t'i fal krejt gjunat që i ke bën. Po mjafton te Zoti ndoshta një fjalë të keqe me thon, një fjalë shirkut me thon dhe ket ato vepra të mira që i ke bën më t'i rënu. Dhe po ashtu mjafton që Zoti vetëm me thon shkatrro për një vend dhe ai më njëherë shkatrohet. Prandaj dërun vllazën ne duhet mirë me veprimet tona, me kërkesën që ka bërë Zoti ndaj neve, në mënyrë që me ndëgju Allahun ndaj urdhrave, mi vepru, ndaj dalesave mu largu, e jo të mirë me pse Zoti s'po e dënon këta, e pse po e dënon këta, e pse po afatizon këta, nga se këto janë çështjet e Zotit, e në çështjet e Zotit nuk bën ne të përzihemi. Elusmi Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiron. Elusmi Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allah t'i shëroj, të vdekur tonë Allah t'i mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.